por ne e dim që të gjitha këto vinë nga Beogradi dhe nga Vučići. Kështu që mendoj që qeveria dhe Republika e Kosovës do të sillen në atë mënyrë që të mos pranojnë kushëzime përmes shantazhit, përmes bllokadave, edhe përmes përdorimit të forcës nga ana e Serbisë. Gjithë kjo është përpjekje e Serbisë për me destabilizu Kosovën dhe që në tavolinën e negociatave me imponu kushte më të mira për Serbinë. Ne nuk e pranojmë këtë gjuhë si Republikë e Kosovës. Kjo është gjuhë e shantazhit, e bllokadave edhe e dhunës. Ne mendojmë që Kosova është në të drejtën e saj, nuk mund të lëshojmë pepër të kushtetutës tonë, nuk mund të lëshojmë pepër të ligjeve që i kemi në Republikën e Kosovës. Gjithçka që është ilegale në Kosovë do të ndalohet, edhe sundimi i ligjit do të ndodhë.